Përshëndetje, jam Besarta Sali, studente e Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore, programi studimor biologji. Tema ndërtimi i gjethet. Sot do flasim për një pjesë shumë të rëndësishme të bimëve, siç është gjetja. A e keni menduar ndonjëherë se çfarë bën një gjethe për bimën, ose pse është kaq e rëndësishme? Në këtë prezantim do të zbulojmë ndërtimin dhe funksionin e gjethes dhe pse ajo është thelbësore për jetën e bimës. Kryesisht do flasim për strukturën e gjethet, fotosintezën, llojet e gjetheve dhe mekanizmat mbrojtës. Struktura e gjetheve. Ne do të shikojmë se nga çka është ndërtuar gjethe. Baza e gjethet, me anë të së cilës ajo lidhet me trungun në nyje, apendikset e vogla dhe të gjelbërta që ndodhen në të dy anët e bazës së gjethet quhen stipula, ku ato mbrojnë nyjet aksillare, ndërsa në fazën fillestare stipulat janë të dukshme në dikotiledonën dhe shfaqen rrallë në monokotiledone. Bishti i gjethes lidh laminën me kërcellën, e cila shërben për mbajtjen e laminës si dhe për çuarjen e ujit dhe materieve nga kërcellë në gjatë dhe anasjelltas. Nervurat jo vetëm që ofrojnë një formë dhe forcë të caktuar për laminën, por gjithashtu zgjasin atë për të marrë sa më shumë dritë dielli, ku gjithashtu këto janë të rëndësishme për transportimin e ujit, mineraleve dhe lëndëve ushqyese midis gjethet dhe trupit të bimës. Lamina është pjesa e gjelbërt e zgjeruar e gjethet dhe të gjitha funksionet e rëndësishme të gjethet kryhen pikërisht në këtë pjesë. Kjo pjesë është thelbësore për jetën e bimës pasi mundson marrjen e energjisë nga dielli dhe ndihmon në prodhimin e lëndëve ushqyese që bima ka nevojë për t'u rritur dhe mbijetuar. Maja e gjethet është pjesa e fundit ose pjesa që del përpara e gjethes, të cilat mund të jenë të ndryshme me formë dhe madhësi të bimë të ndryshme. Ky ilustrim tregon se si duket një gjethe nëse vrojtohet prerja tërthore e saj. Gjethet janë aq të holla saqë është vështirë të paramendohet se janë të ndërtuara nga disa shtresa të qelizave. Qelizat e brendësisë së gjethet janë ata që kryen procesin e fotosintezës. Kutikula, është shtresë e sipërme dyllore e hollë dhe e papërshkueshme nga uji që mbulon sipërfaqen e gjethes dhe e mbron gjethen ndaj ndikimeve të jashtme. Gjethet kanë epidermën e sipërme dhe epidermën e poshtme, të cilat janë të përbëra nga një shtresë e vetme qelizash me mure të holla dhe kanë funksion mbrojtës që mbron qelizat e shtresës së brendshme të gjethes. Mezofili është shtresa mesme e një gjetheje e vendosur mes epidermës së sipërme dhe të poshtme. Kemi parenkim palisade, të cilat janë qeliza të zgjatura vertikalisht të ngjeshura njëra me tjetrën dhe janë të pajisura me shumë kloroplaste, dhe është vendi ku kryhet pjesa më e madhe e fotosintezës. Parenkima sfungjërore, gjendet në pjesët e poshtme të mezofilit të gjethes, mbi epidermën e poshtme janë qeliza të rrumbullakta ose me formë të parregullt, që kanë hapësira të mëdha ndërqelizore dhe funksioni i tyre është këmbimi i gazrave. Indet përçuese, të cilët janë floema dhe xilema, nga vetë fjala përçuese përçon lëndën inorganike dhe organike në bimë. Xilema e përçon ujin dhe kriprat minerale nga rrënja drejt gjethes nga poshtë lart, ndërsa floema përçon lëndët ushqyese të krijuara nga fotosinteza nga gjethet në pjesë tjera të bimës. Stomat janë gojza të emta që gjenden kryesisht në anën e poshtme të gjethet. Ato lejojnë që të thithet dioksidi i karbonit dhe të çlirohet oksigjeni. Janë të rrethuara nga qeliza rojtare që kanë për detyrë të hapin e të mbyllin gojzat. Parashtrojmë pyetjen si e sigurojnë bimët ushqimin. Fotosinteza është proces ku bimët përdorin energjinë e diellit për të krijuar ushqim nga dioksidi i karbonit dhe uji, duke prodhuar glukozë dhe duke liruar oksigjen. Rëndësia e fotosintezës është që e prodhon ushqimin për bimët, e liron oksigjenin që ne e përdorim për të marrë frymë dhe e ul nivelin e dioksidit të karbonit në natyrë. Por ku ndodhet ky proces brenda bimës? Ky proces ndodh në një strukturë të veçantë brenda qelizave të gjethit të quajtura kloroplaste. Kloroplastet janë pjesë të qelizave bimore ku ndodh fotosinteza,
ku ato përmbajnë pigmentin e gjelbër të quajtur klorofil që e thith dritën e diellit. Brenda në kloroplaste kemi tilakoidet ku këto ndodh pjesa më e madhe e fotosintezës. Llojet e gjethave. Ato mund të klasifikohen në mënyra të ndryshme. Të gjithë këto varen nga aspekte të ndryshme që lidhen me karakteristikat dhe funksionet e gjethës. Si klasifikim të parë, mund të veçojmë sipas strukturës, ku dallojmë dy lloje të gjethave. Gjethet të thjeshta dhe gjethet të përbëra. Gjethet të thjeshta ku në bishtin e tyre ka vetëm një lamin, ndërsa të përbëra ku në bishtin e tyre ka më shumë lamina. Sipas formës, kemi gjethet eliptike, të cilët janë të gjata dhe me maje të rrumbullak, si për shembull kemi gjethen e lisit. Kemi gjethen në formë zemre, gjethen në formë pëllëmbore, ku kemi edhe shumë lloje tjera, siç janë ovale, gjethe të rrumbullakta, gjelbërore, në formë veshke, trekëndshi e tjerë. Sipas nervurës, bimët e ndryshme tregojnë lloje të ndryshme venacioni. Nervurë paralele, ku venat e vogla janë të renditura në mënyrë paralelisht me njëra tjetrën. Tek bimët monokotiledone, siç është gruri. Ndërsa nervurë rrjetore ose venacion retikular, ku venat e vogla janë të renditura në një mënyrë rastësore për të formuar një rrjet të kompleksuar venash. Shembull te bimët dikotiledone, siç është bima e trëndafilit. Sipas vendosjes në kërcell. Vendosja e gjethave në kërcell njihet si filotaksis, ku kemi një shumëllojshmëri të madhe të vendosjeve filotaktike. Me vendosje alternuese, ku një gjethe vendoset në çdo pikë ose nyje të kërcellit dhe lë drejtim alternativ. Kemi vendosje të kundërt, dy gjethe vendosen në të njëjtën nyje, por vetëm në anë të kundërt të kërcellit. Vendosje rrethore, ku 3 ose më shumë gjethe, gjiten në çdo nyje në formë rrethi rreth kërcellit, dhe forma bazale, gjethet që dalin nga baza e bimës. Si e mbrojnë bimët veten? Duke qenë që janë të ekspozuara vazhdimisht ndaj faktorëve të jashtëm, siç janë thatësira, drita e fortë, insektet, gjethet kanë të zhvilluar mekanizma mbrojtës siç janë tipare kryesore të mekanizmave, kutikula dhe trikomet. Trikomet janë struktura që gjenden në gjethe dhe kërcej të shumë specieve bimore dhe pengojnë sulmet nga barngrënësit dhe patogjenët, qoftë në mënyrë fizike apo kimike. Kanë formë dhe madhësi të ndryshme, duke filluar nga qimet e vogla deri tek thumbat e trashë. Trikomat reduktojnë humbjen e ujit duke krijuar shtresë mbrojtëse mbi kutikul, ngadalësojnë avullimin nga stomat, sidomos në mjediset e thata, dhe lëshojnë substanca aromatike për të mbrojtur bimën. Ndërsa kutikula vepron si një barierë mekanike ndaj sulmeve nga patogjenet, duke rritur përshtatshmërinë riprodhuese të bimës. Gjithashtu luan rol mbrojtës kundër faktorëve abiotik, siç janë dëmtimi nga rrezatimi dhe humbja e ujit nga depërtimi i mikrobëve. Te bimët që jetojnë në vende shumë të thata kanë kutikul të trashë për të parandaluar humbjen e ujit, ndërsa në vende me lagështi edhe më e hollë ose mungon fare. Ndërsa te pyjet tropikale, lagështia e ajrit është e lartë dhe rreziku për humbjen e ujit nga gjetja është e vogël. Gjithashtu edhe këtu kutikula është e hollë dhe shërben për mbrojtje ndaj dëmtuesve tjerë. E gjithë struktura e gjethës nuk është rastësore. Çdo shtresë, qelizë apo element ka një funksion të veçantë, nga kutikula që e mbron, te mezofilit që e kryen fotosintezën dhe deri te stoma që e lejon shkëmbimin e gazave. Gjetja e mban bimën gjallë dhe e ndihmon të përshtatet me mjedis. Shumë faleminderit për vëmendjen.